Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot ju kam sjell një ide për drek ose darkë që ka për t'ju lënë pa fjalë. Do të përgatisim musaka me tortilje. Është një recetë e lehtë në përgatitje dhe ka një pamje teje të mirë që mund ta përgatisni dhe për mysafir. Do t'ju tregoj recetën me masa të duhura, të shpjeguar në detaje që të keni 100% sukses. Nëse e provoni, jam e sigurt se do më kujtoni. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tigan shtojmë 4 lugë gjedhe vaj ulliri. Një qep të grirë në kubik, mund të përdorni dhe qep të bardhë, nuk ka hiç problem. E skuqim lehtë derisa të zbutet. Shtojmë 600 gram mish pule. Këtu dua të theksoj se mish mund të shtoni dhe më pak. Kjo është sipas mundësive, nëse ju ngjan shumë mund të shtoni dhe më pak. Nëse nuk doni mish pule, keni dhe alternativa të tjera, si suxhuku ose sallami. 2 lugë kafe mesatare me krip, 1 lugë kafe piper të kuq, djegës ose jo, sipas dëshirës. Shtojmë dhe pak piper. 2 speca pak të mëdha, 1 e kuqe, 1 e shile. Do i këshilloja që specin e kuq ta shtoni me patjetër, pasi jep tepër shije dhe ëmbëlsi tavës. I lëm për pak derisa të zbuten. Një domate mesatare, kam larguar lëkurën dhe kam prerë në copa të vogla. Trazojmë mirë, ulim zjarin, vendosim kapakun dhe i lëm të ziejë me lengjet e tyre për afërsisht 5 minuta. Pas 5 minutash, ka këtë pamje që shikoni në video, duhet të ketë pak leng, mos të jetë fare e thatë. Nëse ka shterpuar të gjithin, mund të shtoni 3-4 lugë gjelle ujë. Largojmë nga zjarri e kemi gati. Ndërkohë vazhdojmë me përgatitjen e kremit besamel më të lehtë që keni provuar. Shtojmë 3 lugë gjelle miell, 3 lugë e gjys gjelle miell semolina ose mund ta zvendconi dhe me miell misri. 1 lugë kafe plot me krip, 1 lugë kafe sheqer dhe 1.600 ml qumësht, pra pak më tepër se 1 litër e gjys. Shtojmë një pjesë, trazojmë mirë derisa të treten dhe më pas vazhdojmë shtojmë dhe pjesën tjetër të qumshit. Vendosim në zjarr mesatar duke trazuar vazhdimisht derisa të trashet dhe të kthehet në një masë kremoze. Kur të jetë gati, largojmë nga zjarri, duhet të ketë këtë konsistencë. Shtojmë 30 gram gjalp, për afërsisht 1 lugë gjelle. Përziej mirë që gjalpi të shkri. Shtojmë 2 vezë dhe përziej me shpejtësi. Duhet të shpejtoni që veza mos të piqet në një vend. Shtojmë pak arë moskat, për afërsisht 1 maj luge. Pak piper sipas dëshirës. Vazhdojmë përziej mirë. Në këtë pikë mund ta provoni dhe për krip. Unë kam shtuar dhe pak akoma krip. Gjithsej te beshameli kam shtuar 1 lugë e gjys kafe e krip. Sigurisht kripën duhet ta kujdesni dhe vetë. Masa e tepsisë 25 me 35 cm. Lyej me pak vaj. Shtojmë 3-4 garushde me beshamel në fund të tepsisë. Në këtë mënyrë do marrë një ngjyrë teje të mirë dhe nuk do na thahen tortiljet. Vazhdojmë me hapi mirë me 1 lugë. Për këtë masa të tepsisë, mua më deshin 6 tortilje, të cilat ishin nga 25 cm. Do i shtroni në këtë mënyrë, siç e shikoni dhe në video. 2 tortilje i kam prerë në këtë mënyrë, gjithashtu duhet të deportojnë jashtë tepsisë. Ja dhe tortiljen tjetër të cilën e kam prerë, ndërsa të tjerat i shtojmë ashtu siç janë, pa i prerë. Në mes shtojmë 1 nga 2 gjysmat që prevëm, ndërsa tjetrën do e shtojmë sipër, do e shikoni dhe gjatë videos. Kam përdorur gjithsej 800 gram patate. Pesha e patateve ishte pa i qeruar. Pasi largova lëvorët, mbeten përafërsisht 600 gram. Unë të dashur miq i kam skuqur. Por kjo është opsionale, ju mund t'i zjeni ose mund t'i piqni në furrë. Si përredhim 3-4 garushde besamel, në këtë mënyrë nuk do dali e thatë brenda, do dali kremoze. Shtojmë dhe salcën me speca dhe pulë. E hapim mirë në të gjithë tepsinë. Më besoni, ka për t'ju dalë një tavë tepër e shijshme. Dhe në fund shtojmë djathë për pica, mozzarella ose gouda. Përafërsisht nga 150 deri 200 gram. Palosim anësore që dalin jashtë tepsisë në këtë mënyrë. I lyejmë me pak besamel që të shtrohen dhe të ngjiten më mirë. Palosim dhe pjesët e tjera.
Dhe sipër vendosim gjysmën e dytë. Duhet të mbulojmë mirë në këtë mënyrë dhe sipër hedhim kremin bechamel që ka mbetur. E hapim mirë në gjithë sipërfaqe. Pasi që kemi hapur mirë me një lugë, e tundim në këtë mënyrë që kremi të futet dhe në pransore. Pjekim në furrë të parangrohur 210 gradë, prafërsisht 40 me 45 minuta. Unë e kam pjekur në zgarën e mesme të furrës, ndërsa ju mund ta kujdesni dhe vetë sepse varet nga furra juaj. Mund të doj më tepër ose edhe më pak pjekje. Mund ta lini për pak të ftohet që kremi të bëhet i qëndrueshëm dhe të pritet në copa të sakta dhe të bukura. Copa e parë që shikoni në video është e nxehtë, ndërsa kjo e dyta është pas 20 minutash që është ftohur pak. Ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Një musakat tepër e shijshme që ja vlen ta provoni. Është një ide shumë e mirë që jam e sigurt se kam për ta pëlqyer të gjithë. Nëse ju ka pëlqyer receta e sotshme, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do provojnë, punë të mbarë dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë miru dëgjofshim në recetën e radhës.